O Hoxh, cili shejkh arab ju duket më i besueshëm për të ndjekur? Transmetohet në një hadith se profeti alayhi salam ka thënë: ju kam lënë ju, pra pasi të ndërroj jetë, diçka që nëse kapeni pas tij, pra duke e praktikuar atë, nuk keni për të humbur kurrë. Dhe tha profeti alayhi salam, librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit të tij. Pra nëse një shejkh, një hoxh, një besimtar praktikon atë çfarë thot Allahu i lartësuar në Kur'an, atë çfarë ka thënë profeti alayhi salam, pra suneti i profetit, fjalët e profetit, aprovimet e profetit alayhi salam. Pra nëse ne praktikojmë atë çfarë thot Zoti i gjithësisë në Kur'an dhe çfarë na ka porosit profeti alayhi salam në hadithet e tij, atë çfarë kanë vepruar të parët tanë, ky është hoxha i besueshëm, shejkhu i besueshëm, besimtari i besueshëm. A lutim Zotin e gjithësisë që të na bëjë prej atyre që e praktikojmë atë çfarë thot Zoti i gjithësisë, çfarë na ka porosit profeti alayhi salam dhe çfarë kanë vepruar të parët tanë.